Bismillahirrahmanirrahim. Falënderimet dhe lavdrimet janë vetëm për Allahun, Zotin e gjithësisë, dhe salavatet e përzemër të Muhammed Mustafa alayhi salatu wassalam. Në ditën e bukur të Xumës, datës 18 prill 2025, apo në 10 shërbal 1444. Vëllezër dhe motra, në Kur'anin famlar sa herë përmendet se Allahu subhanahu wa taala ja ka mësuar Muhammedit alayhi salam librin që i thojnë në gjuhën arabe kitab dhe urtësi që i thojnë në gjuhën arabe hikme. Edhe pse shumica e dietarëve kanë thënë se kur përmendet fjala kitab apo libër mendohet për Kur'anin, kurse kur përmendet urtësia apo hikme mendohet për sunetin e pejgamberit alayhis salam. Ka të atill që thonë se njeriu përveç njohjes së Kur'anit duhet edhe urtësia për ta sqaruar atë tek njerëzit, të cilët ndoshta edhe nuk kanë aq aftësi të mjaftueshme që ta kuptojnë atë deri në detalet e holla. Pa e vënë në dyshim të parën, pra se ka kuptimin e Kur'anit dhe Sunetit, themi se edhe kjo e dyta, pra se urtësia në të cilën duhet të jetë i pajisur besimtari, ka po ashtu rolin e vet në sqarimin apo jetësimin e mësimeve kur'anore. Unë sot do të tregoj një rast se sa ka rëndësi kjo e dyta, urtësia, në jetën e secilit besimtar. Në Egjipt ka jetu një njeri i verbër, por shumë i zgjuar, i ditur dhe i mençur. Shtëpia në të cilën ky jetonte kishte edhe një bashkë plot me pemë. Një ditë ky i verbër i merr të gjithë florinjt dhe del e i gropos në bashkën e vet në rëndzën e një peme. Pas disa muesh, për të siguruar se ato që kishte groposur ishin ende aty, i verbri del e hap gropën, por e shef se florinjt tashmë aty nuk ishin më. Ky kupton se dikush e kishte parë dhe ja kishte vjedhur ata. E kush do të kishte mund ta bënte këtë, përveç se po i shiu i tij i parë, i cili përveç tjerash ishte i njohur edhe si hajdut, edhe si njeri, domethënë i mashtrues. Asnjë as dy del ky i verbri nga shtëpia dhe shkon tek koishiu dhe i thotë: "O koishiu im, kam një hall shumë të madh. Andaj kam nevojë për ndihmën tënde që të më këshillosh." Koishiu i thotë: "Po he më thuaj, ç'është ky hall që ka shumë po të mundon? Ku do të kesh këshillues më të mirë se sa koishiun tënd?" Po i thotë: "E sakt. Kam fituar sot," i thotë, "një grumbull florinj dhe nuk e di se ku t'i lë. Ata kërkoj një njeri besnik dhe t'ia dorëzoj atij që të më ruaj, apo t'i gropos diku në bashkën time, ku do ta di vetëm unë." Koishiu mashtrues tundi kokën dhe mendoi në vete: "Ky sigurisht ka për t'i gropos këto florinj e ri në të njëjtin vend ku i ka gropos edhe ato florinj e parë të cilët unë ja kam vjedhur." Dhe pastaj i tha: "Ja japësh florinj dikujt tjetër, por në të cilën jetoj është shumë e rrezikshme. Por unë kam mendimin se është shumë më mirë për ty që ti ato t'i groposësh në bashkën e shtëpisë tënde." Pasi i verbëri e falenderoi për këshillën, i tha: "Je të drejtë. Jo më shumë se larg, jo më larg se sa nesër, unë do shkoj dhe do t'i gropos ata në të njëjtin vend ku i kam gropos edhe florinj e parë." Me të larguar të tij, koishiu hajdut e kaloi gardin dhe hapi gropën e vjetër dhe i theu mrapa, pra i futi aty mbrill florinj të cilat vetë ishte vjedhur më herët. Duke i gropos ata, ju drejtu florinjve dhe i tha: "Mos bani marak, se nesër do t'ju marr sërish mrapa. Madje do të jeni në shoqërinë e shumë verdhushkave të tjera." Dhe kështu edhe veproi. Të nesërmen, teksa apo shikonte bashkën e komshiut të vjetë të verbër, i verbëri u afrua tek vendi i vjetër, hapi gropën dhe në vend se aty të linte florinjt e ri,
ai mori Florin, të themi ashtu të vjetër, të cilat Koiqiu Hajdut ishte kthy dhe kishte varrosur përsëri në të njëjtin vend. Dhe la aty brenda edhe një copë letër. Koiqiu Hajdut nuk e kishte pa në detaje se ç'kishte bërë ky në të vend. Por priti që të vinte nata dhe me të ranë të territ, me njëherë ka përceu gardin, shkoi, hapi grotën, por në vend që të aty të gjinte Florit e dy fishuar, ai aty gjeti vetëm një letër, e hapi atë letrën dhe pa durim lexoi atë që shkruante. Kushdo që me mençuri dhe urtësi mendon, një hajdut mashtrues si ti, kur se mashtron. Vëllezër dhe motra, bëni kujdes, sepse njerëz të tillë ka dhe do të ketë gjithmonë kjo botë. Andaj, Allahu Gjeleshanuhu e lutem që të na mbrojë prej sherrit të shejtanit e të insanit. Dhe na bëf të njerëz të drejtë, të mirë dhe të sinqertë. Deri në takimin e Juma'ës së radhës, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.